Protesta e organizuar këtë të premte nga opozita u shoqërua me tensione dhe përplasje mes protestuesve dhe forcave të rendit. Situata u përshkallëzua pas hedhjes së molotovëve para godinës së kryeministrisë, çka çoi në ndërhyrjen e policisë. Më pas, protestuesit dhe simpatizantët e Partisë Demokratike u zhvendosën drejt kuvendit. Para godinës së kuvendit dhe në zonën pranë selisë së PD-s, pati përplasje të ashpra. Protestuesit hodhën molotov në drejtim të autobotëve të policisë, ndërsa efektivët u kundërpërgjigjen me gaz lotësjellës. Gazi u përdor edhe në zonën pranë xhamisë së Namazgjas, në një kohë kur brenda saj besimtarët po kryenin faljen e namazit. Gjatë incidenteve u raportuan disa persona të lënduar, të cilët u transportuan për mjekim në spital. Policia shoqëroi disa protestues në komisariat, ndërsa në përfundim të tubimit pati tensione edhe mes deputetëve demokrat dhe forcave të rendit. Sipas përfaqësuesve të Partisë Demokratike, mbi 40 qytetarë janë arrestuar, ndërsa deputetët e saj ngritën akuza edhe për vonesa në mbërritjen e ambulancave në vendngjarje.